Kandidati për kryetari lëvizjes vetëvendosje Ardana Brashi takon gratë kandidate për asamble komunale të këtij subjekti politik, për të cilën takim pohon se ishte takimi veçantë me gratë prizrenase, bashkë me kandidatet tona më të mira për asamble dhe me deputetet Fatmire Kollçakun Mullhaxha dhe Arbresh Kryeziu Hyseni. Gruaja si shtylla e familjes dhe shoqërisë son nuk e jep votën për tjetër kënd përveç për lëvizjen vetëvendosje. Mbështetja që po marrim nga gratë për të udhëhequr Prizrenin është e jashtëzakonshme dhe inkurajuese. Me këtë rast në takim është diskutuar edhe për shumë kërkesa që gratë prizrenase kanë parashtruar. Mbështetja më e madhe e jona janë gratë dhe vajzat e reja. Gratë dhe vajzat janë shtylla jonë, jo vetëm e jona si lëvizje vetëvendosje, janë shtylla familjeve tona, shtylla e kësaj shoqërie, shtylla e shtetit Kosovës. Ne duhet ta përmirësojmë gjendjen e gruas në shoqërinë tonë, ne duhet ta fuqizojmë gruan në shoqërinë tonë dhe këtë mund ta bëjmë vetëm duke e përkrahur njëri tjetrin e veçanërisht duke i dhënë mbështetje të madhe dhe të fuqishme këtyre zonjave që i keni kandidatë në listë, të cilat kanë përmes vullnetit dhe guximit të tyre të jenë zëri juaj në asamble komunale për çfarë do çështje që lidhet me pushtetin lokal. Dhe kretë në këtë sfidë do të arrijmë të triumfojmë së bashku edhe jam i bindur në fitoren e madhe që do ta kemi në 2018.